Kryeministri Edi Rama ka komentuar sërish zhvillimet lidhur me projektin turistik për Zvërnecin, duke theksuar se vendi për çdo hap është në koordinim me Komisionin Evropian. Kreu i qeverisë thot se institucionet europiane janë të informuara në detaje mbi procedurat administrative që lidhen me projektin në Sazan dhe Zvërnec. Komisioni Evropian është njohur në detaje me procesin e dokumentuar administrativ lidhur me Sazanin e Zvërnecin dhe vetë komisionerja Marta Koz ka folur qartë për të gjithë ata që duan t'i referohen fakteve. Këtë qëndrim Rama e ka ndarë në rrjetet sociale duke i bashkëngjitur dhe përgjigjen e vet eurokomisionerës për zgjerimin Marta Koz gjatë një konference për mediat, duke u përgjigjur interesit të gazetarëve të huaj. Përsa i përket projektit në Pishporo Nart, por edhe përsa i përket të gjithë projekteve në zhvillim në Shqipëri, duhet të jetë në përputhje me kuadrin ligjor dhe me standardet e kërkuara në kapitullin e mjedisit në procesin e anëtarësimit. Ky kapitull është i hapur dhe para se të mbyllet do të duhet të sqarohet plotësisht situata. Roli ynë do të jetë të verifikojmë nëse standardet janë plotësuar. Kemi marrë garanci nga qeveria shqiptare se do të kryhet një vlerësim i plot, indikimit në mjedis dhe se standardet europiane të mbrojtjes së mjedisit do të respektohen. Deklarata e komisionerës Koz vjen pasi një zëdhënës i Komisionit Evropian javën e kaluar paralajmëroi se autoritetet shqiptare duhet të veprojnë pa vonesë për të shmangur çdo rrezik në procesin e anëtarësimit në BE. Protesta qytetare kundër projektit të Zvërnecit e nisur 17 ditë më parë, ndërkohë ka tejkaluar kauzën mjedisore dhe vijon me kërkesa për largimin e qeverisë dhe gjithë ata që i cilësojnë si pjesë e politikës së vjetër.